me që jemi të njëjta sofër, nuk do të largoheshim pa marrë këngëtarin kryesor të ndryshe, korifeun e mbrëmjes Gëzim Nika, i jashtëzakonshëm në interpretimin e tij, në mënyrën se si krijoi atmosferë në sofrën e Malësisë, por edhe në fjalë dhe në përshëndetje që drejtohet televizionit tonë të Vinyl Channel përmes një kartoline urimi. Dashtimin tanë e zemra, kur s'ka me harru, Shqipëria, nana i vetë, do se jam marë, i mërkuar. Dashtimin tanë e zemra, kur s'ka me harru, Thank you. Ashtu dhe kjo zemra ime, halen e tu tek jam e mua, jem me vrap me dëshir, atje në tërvishtet e tua, jem me vrap me dëshir, atje në tërvishtet e tua. Jemi këtu të vëni në Shkodër, televizori më i mirë nga veriu i Shqipërisë. Nëpërmes këtij televizorit mrekullueshëm dhe moderatorës dhe speaker e televizorit në siguri, po moderatorja sonme si ishte shkëlqyer, ju uroj të gjithë shikuesve të këtij televizori gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Vit i mbar për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, dhe në veçanti Shkodrën e Malësinë e Madhe. Sa mirë e kënduat edhe Vallën e Jugut. Jashtëzakonisht bukur. Unë befasova se njerëzit e lidhin Gëzim Nika veriu këngë veriore. Është më të bukur se këngët e Jugut, s'ka gjë më të bukur. Shumë e vërtetë. Me familjen keni ndo pak rezervim kohe që të rini edhe me familjen se gjithë aktivitete. Mundohem me gjithë kohën, domosdoshmë është gjëja më e shajtë për mua është familja, por Kur i gjeni në shkurt në Mars? Do në drejtë të gjatë papritë si dalin në pasere, po mundohem që sa muj me kalu kohë me familje. Okej, unë ju përgëzoj, uroj që t'ju kemi në ndonjë festë në parabashkisë Shkodër, ku atje vinë këngëtarë për shumë me emër, edhe nuk e di si do ndiheshit para publikut në Shkodër. Nuk e di akoma që emër sa me më thirë Shkodër. Vërtet? Unë në Vllazin kam qenë tifoz qysh fëmijë me Vllazin. Kjo është një thirrje për Bashkinë Shkodër, të mos i harroj personalitetet të tilla. Të uroj shumë sukses e një vit i mbar. Shumë faleminderit.